Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falën tim kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, sot është një ditë e madhe brenda muajit Ramazan. Sikur që është nata e Kadrit, është dita e Bedrit. Mirë po dita e Bedrit nuk festohet në atë aspekt se duhet me falë namaz, duhet me vetëm se e shënojmë si histori, do më thonë çka ka ndodhur me këtë datë. Sepse në muajin Ramazan është çliruar edhe Mekke. Çlirimi I Mekës ka ndodhur në muajin Ramazan. Do më thonë edhe shumë luftra të mëdha muslimanët kanë zhvilluar në muajin Ramazan. Se jep me dije se Ramazani në asnjë mënyrë nuk e ndalon muslimanin të punon, qoftë edhe luftë. E tash nëse on lufta në sefer, duhet me marrë rrugë gjatë, atëherë ata që kanë dashur kanë agjeru, ata që s'kan dashur nuk kanë agjeru. Mirë, të ndershëm vëllezër, shkurtimisht disa pika I kam zgjedhur për luftën e Bedrit, duke pas parasysh që për vjet ne flasim për këtë temë, që në rregull me fol për këtë temë dhe duhet me fol për këtë temë. Allahu dhe Leshanu thotë: "Wa laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adhilla." Allahu është ai I cili u mundsoi të fitoni në luftën e Bedrit ose në betejën e Bedrit duke pas parasysh që ju jeni më pak. Do të thonë ju jeni më të dobët. Në të gjitha aspektet muslimanët kanë qenë më të dobët. Aspektin ushtarak, në aspektin ekonomik e kështu me radhë. Bile muslimanët s'kan dalë në Bedër për të luftuar, ndërsa Mekasit kanë ardhur në Bedër të përgatitur për luftë. Sidoqoftë, të ndershëm vëllezër, do të përmendi shkaqet e luftës. Do të thonë asgjë në botë nuk ndodh pas ndonjë shkak. Edhe lufta e Bedrit ka ndodhur për një shkak shumë të madh. 13 vjet Muhamedi alayhis salam I thiri njerëzit në Mekë në fe. Disa e pranuan, disa shumica e refuzuan. Dhe pas 13 vite Muhamedi alayhis salam I obligohet të shpërngulet të emigron në Medinë. Mira po, ata që emigruan në Medinë, askush prej tyre nuk kishte mundësi ta merr pasurinë e vet. As tokën me shit, as shtëpinë me shit. Bile edhe fëmijët dhe bashortën s'kan pas mundësi me I marrë Medinën, me leje, dal nga. Edhe pasurinë va vjedhën, va uzurpuan mushrikët e Mekës të gjithë muslimanëve që u shpërngulën në Medinë ose kudo që u shpërngulën. Mirë, Muhamedi pasi që I bëri 2 vjet në Medinë. Ndonjëherë Hamza shkon të I thotë: "Ja Rasulullah, me luftu." Do më thonë, Muhamedi thotë: "Ende s'ka derisa Allahu dhe Leshani ja bani farz jihadin." Do më thonë, fenë Islami ka rregull. Nuk bëhet farz seni pse ti do. Mu ka kujtu, ja, ti tu ka kujtu, po s'ka. Nuk shkon e pse ti do edhe unë do. Po, Allahu dhe Leshani e ka bën farz në vitin e 2 Hijri, edhe luftën kundër mushrikëve të Mekës. Deri atë ditë shembull ka pasur një luftë organizuar, sikur që kanë qenë lufta e Bedrit. Edhe lufta e Bedrit në histori njihet si lufta më e madhe që ka ndodhur. Atë do të thonë është ndatë, është e vërteta nga e pavërteta. Mirë, Muhamedi I vin informatat nga shërbimi sekret I muslimanëve që kanë operuar vende atje rreth e përqartë Medinës. I vin informata se karavani me 1000 deve I ngarkuar ka shku prej Mekë për në Damask në Sham në krije me Ebu Sufjanin, do më thonë mushrikët e Mekës, edhe tash nga Damask është duke u kthi për në Mekë, mirë po ka me kalu afër Medinës. Edhe I vin kjo informat, ai ka qenë karavan me 50.000 dinar të arit, mall ka pas. 50.000 dinar të arit, jo dinar, të arit, shumë parë, 1.000 deve, e të asan tash 1.000 kamiona me malë, do shta ato jeshtë e pejra, po 1 kamion më të vogël, deve jo begi, mundish me ngarku. Mirë, edhe sigurimin e kanë pas minimal, se u ka marrë meje për Sufjanit që ka mundësi mi dalë dikush me ja marrë pasurinë.
Mirë. Deri sa muslimant dalin, organizojnë, ti dalin karavanit para, dhe qatë pasurin ta marin, edhe ku thonë pse, më thonë, ju pëjna të e këthi pasurin tonë që na keni uzurpu, na keni vjedhë në Mekë. Mirë po, dikush e kupton këtë Ebu Sufjani ka qenë, edhe ma e kupton se shumë dheki, shumë i menqër ka qenë Ebu Sufjani. Thotë, diçka nuk i duket të rezi rrugëve. Nuk i duket në regullë dhe e heton dhe ndron rrugën. Edhe shkon në Mekë. Mirë po kur shkon në Mekë, para se shkon në Mekë, Ebu Sufjani ka tërgu një njeri tjetër, i thotë shkon në Mekë dhe tregoj se karavanin kanë mena marë, kanë mena dalë Muhammed sa më ushtri para dhe s'kemi që ka bëj. Mirë, shkon këtë njeri u të regon atje, mirë pa ata nuk ja vëndin mendjen, thuhet një histori që ai e pret hundën me thikë, pa gërvishtet kaftira, kër e shojnë ato, pse për kështu banë, po deri tash jam të folju së më të gjani. Pa e prej veshin jo, edhe kër e kam patu, kër të shkapun, o karavani, e po Sufjanit, pasurien kanë me na marë Muhamedi me shokët e vetë. Duhet më organizu me shku me mbrojt. Edhe ato me njerë të bohën. Mirë po, derisa të bohën organizohen, vend dikush tjetër e thotë karavani shpëtoj. E keni selamin prej Ebu Sufjanit që karavani ka shpëtu. Mirë, to organizohen, tha na. Pse ka shpëtu karavani, nuk e dalim luftin, kina me po luft. Edhe nisën prej Mekë, shkojnë në Bedër. Mushrikët e Mekës tash. A shpëtoj karavani, ju më shkon luft. Ja, ma këta, jo, me shku, me ja ullë kokën muslimanve. Jo, ata kur dun me dalë, me na pengu rrugëve, me na ndalë biznesin e tregtire, kështë të mëra. Erdhe në Bedër, mirë po të organizuar. 950 ushtarë, shumë deve, shumë kuaj. Para me dhe me thonë, një deve, për thuhet për një natë ose dinat, a 3 natë ushqim, një deve e kam prej. Një deve e kam prej, ose një dit një deve, një dit se kam prej. Një dit e kam prej, një dit se kam prej. Tash më s'te ka po histori, se nuk është qëllimit e të deve sa ka nongë mish ata. Po do më thonë sa të organizuar kanë qenë. Po du me të regu sa të organizuar kanë qenë. E kundër ta, musliman të shta kam pasu, s'kam pasu ushqimet të bolshme. Mirë, luftën e Bedrit pastaj për shtam organizohet, paka shumë me shku në Bedër, mirë po, jo me luftu. Me shku pas karavanit, karavani iki, mirë po dhe muslimant marrin lajmë se Mekelit janë nisë prej Mekës edhe kanë mu taku në Bedër. Në Bedër janë taku, kanë luftu muslimant me 313, 315, 317, të ato variantat në histori që i të regojnë komentatorët ose historianët, pa edhe komentatorët e tefsirit kër i spjegojnë ato ajetet që kanë bëjnë me luftë dhe me gjihad dhe me luftën e Bedrit, mundohen paka shumë të tregojnë sa musliman kanë luftu. Po numri më i saktë më duket që 313, po si dhe qoftë 313 mirë po Allahu dhe Reshan ju kanë ndihmu. Allahu dhe Reshanuhu i kanë ndihmuar muslimant me qka? Me melek. Allahu në Kur'an thot, idh të stagithune rabbekum fastajaba lakum. Në qofë se ju kërkoni nga Allahu, Allahu ja pranon juve. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin. Se une do t'ju ndihmoj juve me një mi malaike. Të renditur, resht. Se thonë të regojnë mushrikët e Mekës pastaj, thot, po nuk e dishim me një shpat 3-4 vetë rëzoheshim. Që s'ka mundësi njeri ju atë i fort me ka. Mirë po, ata kanë qenë me lajke që Allah dhe Lëshani kanë ndihmu musliman. Mirë, musliman të fitojnë këtë luft. Mirë po, këtu ka qenë një njeri me emrin Ebu Gjehel. Ebu Gjehel që a i ka pësu realisht, ka vdek në luftën e Bedrit, mirë po, do të regojnë si ka vdek. Kanë qenë 2 djemtri. Tash në do një libër përmendën djemtri pa emra, mirë po ne jemi mundu me gjetë edhe emrat,
një transmetim ose njëri ka pas emrin Muadh, e tjetri ka pas emrin Meudh. Do më thonë Muadhi dhe Meudhi, të dy vëllezër. Edhe e kanë taku Abdurrahman ibn Aufin. Abdurrahman ibn Aufin o sahabe, prej sahabeve të mëdhej. Edhe është i garantuar me xhenet në këtë botë. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu thot, unë duke ndejt, duke përcjell luftën, kur e shoh një djalë i ri, më vjen unë në djath. Edhe më thot, o aq, hajde tash pak, o xhaxha, o aq, a e njeh kush është Ebu Xehli këtu? Thot habita, po çka duhet Ebu Xehli? Jo, thot, sa i shumë zullum, shumë keq që ka bo Muhamedi s.a.s. me më duhet diçka unë, kam atë mendimin tim. Thot se e krita bisedën me këtë djath, të majtë një tjetër, djallë tjetër, edhe i pëmpjet, e njef Ebu Xehlin. Një se të rikoj. Po, e njof, thot, deri se umura vesh me të di, ju tham, e pash Ebu Xehlin e tjetë dikun, ecte, leviste, luftonte, tregonte ma ato njerëzit e vetë. Se ne bal. Edhe ju tregove dhe ajo është atje Ebu Xehli, tha, të di me shpata. Shkuan, e rëzuan Ebu Xehlin pikali, edhe e lënduan me shpata. Edhe ikën, kanë ikë. Ebu Xehlin, para mende. E dita sigur mi thoni 14 veçari, po shemë, ku e di, dhe një mazgan. Ebu Xehli kon shumë mazgan. Mi thona, do të luftim, shumë pak njerëzi, kishtë dalë si të Hamza, si të Alia, ju pësme dëni që kishin dalë kretë. Ja, ka qenë njeri asgan, edhe i menqër. Mirë po, Muhamedi sa për me nënçmu, i ka thonë Ebu Xehli, se e ka posemnin Ebul Hakem, baba i ditoris, po për me nënçmu, i ka thonë Ebu Xehli, baba i pa ditoris. Mirë, pas taj, këto dy djemë të ikin, pas i kryet beteja, Muhamedi s.a.s. thot, Abdullah ibn Mesudit, i dopt ka qenë shtu me kilogram. Edhe i ka njerëz për nime, ka do të zaif janë shumë, jo që s'habe zaif, shtrash. Ato që janë trash, e studiojnë genin e ati, se si ki zaif në trashit, e ki pa, ka dikush që nuk bjen për zaif, i trash, o mazallah, o me loj ushtrime, i që ha buk dynaj, nuk bjen zaif. Gen veti, e ka do, edhe kështu. Mirë, Abdullah ibn Mesudi ka qenë shumë i tobat. Edhe i thot për mësëm, shko shife që ka në shpuna. Ama i shkon, e kërkon, thot, shko shife që ka në puna me Ebu Xehlin. E gjenë Ebu Xehlin, ama ende pa dhon shpirt. I lëndun, shumë. Gjaku i ka dalë nga trupi, nga. Edhe Abdullah ibn Mesudi, se ka historie Abdullah ibn Mesudi me Ebu Xehlin. Se në qabe, kur ka shku me lexu Kur'an Abdullah ibn Mesudi, ka shku Ebu Xehli ka përveshi. Ja, ti pa lexon Kur'an, unë këtu vetë. Thamë në nëqmajke. Edhe kush guxon me Ebu Xehli përveshi, kër i puna, del jash, rri, mos fol, s'ka guxu me i bo problema, s'kush Ebu Xehlit. Në Mekke, ajo kon kresori. Kriminali, terrorist, çka do të thuj? Koman, ajo kon. Edhe Abdullah ibn Mesudi e ze, pak gjalli, thot, moment Meke, përveshi, po vesh përveshi, shlap, ja pret njën në vesh, edhe të vërre së zjade, mirë po thot kokën, të pritë si kje. A i zatën i vdek, ka qenë edhe, shkon pas të i tregon Muhamedi samë që Ebu Xehli kishte vdek. Do më thonë, kjo luft, realisht, ka dhe më brenda luftës do të çështja, po unë nuk do njerë kemi foli, kemi të regu, se as kanë lëki muslimanëve. As kanë lëki, do më thonë, burnia dhe trymnia muslimanëve. Se si kanë luftu musliman 313 me 1-3. Nuk o lejtë. A kështë pos mundësi me dalë me 3 vetë boks. Heq ato, ti ani edhe u shtrumë me kanë 3 vetë janë shumë. Me fol drejtë. Me 3 vetë me dalë, duhet bajgi mu kujtu.
Se anë atin luft s'ka, me sudi. Ja, luft, ja, e vret, ja të vrasi, nuk një puna. Mirë po musliman kanë të regu të rimri, qifti e Ebu Bekrit, ose të Omerit, Hamzës, shumë sahabe, Aliju, radiallahu anhu. Edhe në këtë luft kanë ra shahida 14 musliman, ndërsa mushrikët e Mekës janë 70. Mirë po dhe 70 mushrikët e Mekës i kanë kapë rob. Edhe tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam konsultohet me muslimanët për punën e robërve. Thot, çka me bë me robërit? Ebu Bekri, do të thonë ka pas autoritet, Ebu Bekri pari ka fol. Muhamedi zan pastaj Ebu Bekri. Por atë çka kur ka ardhur puna me cili me qenë khalife, kanë nisë sahabët me thonë, mirë, kush folte me pas Muhamedi zan? Cilin e mirë të Muhamedi zan mas vete? Kujt i tregante? Kush? Ebu Bekri. Cili e meriton? Dhe më thonë Ebu Bekri. Por atë shkak edhe argumentet kreta aludojnë që Ebu Bekri u dosh me u bo zavendës ose khalife i muslimanëve pas vdekjes së Muhamedit a.s. Çka me bo me robërit tash në këtë botë tash kujna tash. Se dhe këto kanë qenë në këtë botë, më po në këtë kohë, me shku me i thonë në Evropë francezve për shembull. Çka mendon një musliman, çka duhet me bo, çka kishin bo musliman me robët? Francesi, tash me djehumët va kanë mush me aty, thonë, muslimanët i kishin vra. Do me thonë muslimanët me robët çka bën? I vrasin. Ku në botë, ato me djehumët terrorista, njerëzit më të botë. Këtë dunja janë të në rej, këtë dunja janë të në vjedh, këtë dunja janë të në kësë në përdora, ma neve prap terrorista. Dhe më thonë, qka bëjnë me djehumët? E këni pas, si e ka bo një problem muslimani, për një me budal me kanë. Ka musliman, që ka vrati ka. Edhe diagnozën e ka budal 100%. I sëmur, psikikit 100%. Nuk ka përcen, nuk shkon. Pas kujta ti me të ku që terroristi nuk ka përcen. A ki tjetëri që so musliman? So musliman, mundu të qëfar do kambi, me tjena me jo musliman. Por një me kam me qeni shërum, kur gjanë s'ka, thonë, i së muri, psikik, u kripun. Ti sa du ish lodho, se ne ka lënë. Pse se s'kontrolem në asë gjanë. Si ki me kaluti, Facebookin e ki në kontrol? Jo. Instagramin? Jo. Twitterin? Jo. Ku e di unë ato tjera si ka në imë? Mirë, qka kina ndorë? Tu, hajde, medium atu. A kini po, cili medium je perfejti, qka? Këtu në Maqedoni, hajde. S'po du mi përmejnë me emra. Në Kosovë. Një medium Maqedoni, paka shumë. Mundohet, diçka me bo. Edhe ma shumë reklama, se sa derse. Edhe Kosovën, Shqipnia, kini po dhe një medium që mundohet me ta mush menën mu falë. A ka medium? Unë thamë medium. Jo, unë njerëzit që i majnë, thjesht, fukarat që i majnë. Jo, medium. I njofshëm që janë. Këto mediumet shtetërore, se pa tjetër e kam dhe një ders me nëzirë se i finansebe dhe ne muslimat, më të vëdisi, për shemë. Si më stapet dhe një ders torpë, du të me shku me mshet për njëherë, ose RTK-ja, ose RTSH-ja, bare, me pas mundësia dhe ata nuk japin asë gjanë. Pse se zbanë këtë kohë, me dhonë terse, si dhe qoftë, s'po du me një këtë por po doshte me të regu se tash, më ju thonë njerëzive, ata që janë të shpërlarë në aspektin e mediumeve, se musliman, qka këshin bo me ropt, këti këshin vra, këshin thonë. E për të kondër të në këshmi bane. Pse se ha kjo diqka, e ti qka të ka mush mejnë në dikush o diqka. Ebu Bekri ka thonë robërit, kina me që me pagujt shpagim për mos me i vra, për mos me i këfidu, ose ata që s'ka mësim me pagujt, kanë me mësu ka 10.000 muslimanve mësim lezimin, shkrim lezimin. Që o normal. Ki po, shkon në Izrael, për qef marin, për vesin, pësherin, ku ta shosh mas 30 vetëve del, për burgit. Pse kur gjohës ki bo? Kur gjohës ki bo, 30 vetë ma në burg.
15 vjet, 20 vjet. Ki bon Amerikë, do zi, si të bardhë s'mamunet si ndodhë, i zivi, dinoj, kur del mas 30 vjetëve, gabim ka qenë në burg, 30 vjetë, 30 vjetë në burg, gabim, na falë si gabim të kina mbyllë. Anë të drejtësie. Po thamë në përbotë, se kjo ndodhën të Arabë, s'kjo din që Arabët janë lullë, bile ato pisat më ndhe Arabët janë. Si e lanë fejnë, ato Arabët, muslimanë Arabët mirë janë. Shqiptarët muslimanë mirë. Gjermanët muslimanë mirë, ama muslimanin njeri unë qka e ngre natë. E ngre, feja islame. Qka e poshtërësën. Kur ti musliman mundohesh ta largosh identitetin tënd, ose të ikish nga identiteti jot, atëherë Allahu dhe lëshan është poshtërësën në për njerëzve. Dhe më thonë, muslimat me robërit nuk i kanë vra. Ato kanë pagut, diçka ato që s'kan pas mundësi me paguit, dhe më thonë, i kanë mësu 10 fëmijë. Unë, shembull, i kam mësu 10 fëmijë dhe pastaj jam liru nga robëria. Ai tjetri i kam mësu 10 fëmijë, është liru nga robëria. Kështu ka ndodhur luftën e Bedrit, Allahu dhe lëshan ka dashur me të regu që unë kur du, fitojnë njerëzit. Edhe ta është njësoj. Mirë po, duhet me qenë dikush. Kush me qenë, ne? Bilet sinqert me qenë, ma Allahu. Bilet drejt me qenë. Unë e lezova dje, thamë, do me të dheq, ku e di, do me dheq një njeri drejt. A ti hajdut i je. Unë e hajdut, për shembull, shumica hajduta, edhe do me e pas mujahidinat kretarë, o asë mundësh. Si je ti, qashtu ka me të arthaj. Mos e psebe këto që i kina fotu vedhin, për shembull, dhe më të thamë, se më të folë për në Maqedonin, përgjithësi. Po, aja piqilë e rtha. Mos ra piqilë, po ne votu. Qka i vjen kjo osë? Neve, ne nuk i në matë mirë saj. Para me ndoje, a i me thonë, e së ti këtu, që i folë. Që një dimujnë, në atje, këshife si janë puna. Unë për dimujnë, do shta ma shumë zëllum ka me bonë, se sa këto tjerë që kanë bonë me vitë. Do njëherë, do të me po vetën në vëzën pasqiri, jo tjertë. E shef vetën pasqiri, e pasaj, si pas asaj që e shef vetën, edhe vepranë dhe puna. Mirë, unë nuk du të asgjasë ma shumë, për posë se duha të mëse vetë dhe juve, punë të mdoja bëhen me burat mdhej. Mirë pa ta burat e mdhej du të me qenë të drejtë, të drejtë të sinqert edhe punëtorë. Sa Allahu dhe lëshan për drishën nuk ndihmon. Nuk ndihmon njeriu që flenë. Nuk ndihmon njeriu që nuk është organizativ. Ju më smedoni, Muhammed Islam ka pas komandantat në luftën e Bedrit, ka pas ushqime, ka pas ujë, e ke zaptuat pusin ku ka ujë, ku s'ka ujë, krejtë ka qenë organizume. Plus, i ka thonë Allah, që shiki grupë, me tjenë se sot vdes, as njëherë s'ka kush mo që të dhëra. Dhe më thonë, edhe u kanë organizu, edhe u kanë bështetë në Allah subhanu ta'ala. Në as në bështetjen, as organizimin. Po shembull, po thonë. Si dhe qoftë e lufsh Allahun dhe lëshano, që të në auzan edhe të gjithë së bashku në zënet në sanë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot i rash pak më shpejt se tash kam me shku me një varim vlatës, kam të më pritë atë, thash me zvanora. Më bani Allah.